Unë ka pak javë që e kam trajtu edhe me kardiolog që kemi fol për rritjen e numrit të rinjeve që kanë probleme me aritmi, me fibrillacion arterial, me probleme tjera të cilat ndodhin për shkak dinamizmit, po ndoshta duhet me përmend që në raste të tilla duhet me ulëmtu edhe apnen e gjumit. Kjo është edhe qëllimi jon, ne po shpresojmë që në këtë maj do ta bëjmë një konferencë vetëm për apnen e gjumit. Konferencë mjekësore. Normalisht kjo është për njerëz që mjekësisë, sepse aty nuk, do të thënë, pak mund më informu popullata e gjerë, po konferenca është për njerëz të mjekësisë. Dhe pikërisht qëllimi është që gjithë konferenca, do të thënë që do ta bëjmë në maj, edhe do të organizohet nga shoqata pulmologëve të Kosovës, do të bëhet fokusi ka me qenë vetëm të apnejë. Gjitha temat kanë me qenë për apnejën e gjumit, edhe ku do të marrin pjesë. Edhe kardiolog me temat e tyre që të shohin impakt në apnejës gjumit në kardiologji, do të kemi tema nga neurolog, do të kemi ligjërues edhe nga jashtë, do të thënë që janë shumë të avancuar sa i përket temave, nga Kroacia, edhe pastaj edhe në përvojën tonë që do ta bëjmë. Që do të kemi edhe ligjërues nga Shqipëria, sepse ata për fat mirë kanë pas edhe disa vjet para neve kanë qenë sa i përket kësaj teme, kanë fillu me apnejën e gjumit gati, tash i kanë bërë 10 vjet që kanë fillu me u marrë. Edhe atje ka sfida sa i përket do të thënë aplikimit edhe shpërndarjes në informimit të tjerë. Po shpresoj që kjo konferencë do të ndikojë që në përgjithësi fushat mjekësore dhe stafi mjekësor ta njohin si problem, sepse mos ja lëm fajin një njeriu që s'është mjekësor, sepse kur doktori nuk ja referon si problematik. Sakt.